Jenë rritë të në që në rritë, po s'ka kush s'ka inspektor. Katastrofë. Rrogat e olta. Për ekonominë e Kosovës? S'ja vlen të i krahasu rrogat që i marrin këtu me çmimet nuk janë kërkon s'përposen. Jo të arsyeshme sipas meje, domethënë edhe një ngarkesë për buxhetin e qytetarëve. Po rritën gjithë. Rritën gjithë ato as. Çmimet kërkushtunin nolë. A mendoni që është e drejtë? Po Rrogat ekonomike në Po Kosovë? s'është e drejtë, po rregullohet standardi i popullit. çmimet rritën për ditë ato. Domethënë mungesën e konkurrencës së drejtë përmes prodhuesit vendor dhe importit në mënyrë të vazhdueshme, sidomos në muajt e sezonit, domethënë sidomos vera, shtatori dhe një pjesë vjetore, domethënë në mënyrë të vazhdueshme i ka ngritur çmimet. Natyrisht që konkurenca vendore nuk është aq e përgatitur, nuk është aq e fortë sa të ballafaqohet drejt për drejt me konkurrencën ndërkombëtare, prandaj vazhdimisht i nënshtrohemi domethënë politikave tregtarëve. Kosova është ekonomia e lirë të rregullt dhe çmimet rregullohen sipas kërkesës dhe ofertës, nuk ka mekanizëm tjetër që mund me rregullu, por ka politika që mundet të ndërmarrë qeveria e Kosovës dhe dikaster përkatës me qëllim që të situatë të zbuten ose të lehtësohet barra rand që mund ta paguajnë qytetarët ose konsumatorët e Kosovës.